dituri, dhe se leximi I librit, siç ju kam thënë të dashur miq, është adhurim. Pra, adhurim, vepër adhurimi. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka thënë se janë 70 lloje të adhurimit. Që I bie, pra nuk është adhurimi vetëm me fal namazin, me shku në Qabe, me dhënë zekatin, me thirr shahadetin, me bë zikrin, me fal namaz nafile, me lexu Kur'an, por një prej adhurimeve të dashura është gjithashtu edhe puna. Ndërkaq të gjitha urdhërat që janë në Kur'an, si për shembull urdhëri I parë, këshilla e parë është ikre, lexo, gjithashtu kjo është edhe një obligim, edhe një sevap I madh për ata që e kryejnë këtë urdhër, edhe është vepër adhurimi. Prandaj, me shku me marrë një gotë ujë, edhe me pi, apo me shku me bo një kafshat, një feta të bukës, me lyme djath, apo me majonez, apo ku ta diun, është një proces I punës, por edhe ajo është sevap nëse dikujve ja bën në shërbim për hir të Zotit, sepse ka njerëz që nuk e meritojnë mirësinë tënde. Tu fillu prej familjarëve ndoshta, Zoti na rujt, kjo është më e keqja, që dikush me dhunë bën diçka kundër dëshirës vet, e shërben gruan apo e shërben burrin, apo e ka vetëm për aktrim, mos të shohin njerëzit e tjera, por çdo gjë që e bën për hir të Zotit, edhe një shërbim, edhe një gotë ujë që e jep për hir të Zotit, të jeni të sigurt se ajo ka me pas shpërblimin e vet. E çka është shpërblimi, çka është sevapi? Sevapi është në vepër e jotja e cila regjistrohet te munkiri dhe nekiri. Munkir, nekiri, janë dy engjujt e tonë, një nga e djathta, një nga e majtja, dhe pastaj kur jemi në momente më të vështira, si në këtë jetë, edhe në botën tjetër, mirë, sidomos në këtë jetë, ne lusim Allahun, themi, o Allah, për hatër pak vepra të mira, nëse kam bë, të lutem o Zot, më ndihmo në këtë gjendje që jam. Prandaj duhet me bë gara, duhet me punu shumë për me bë vepra të mira, kur mos mu lodh. Mirë po, ndonjëherë nuk keni vullnet. Nuk keni, si të themi, jeni dembel, apo e dëgjoni ndonjëherë shumë veten. Kjo do të thotë se ndikimi I shejtanit shpeshherë ndikon tek nëndija jon, edhe nuk jemi të vetëdijshëm çfarë sevapi e kemi humbur në momentin kur dikush ta kërkon një ndihmë. Prandaj, të nderuar miq, edhe vetë leximi I një libri që unë ju preferoj, unë për veti, çdo mëngjes e kam këtë pjesën këtu, e kam me teknologji, me kompjutera, laptopa, kamera të inqizimit, ndërkaq pjesën tjetër, ku e pi kafën e mëngjesit, aty nuk guxon me qenë as laptopi, as telefoni, as kur gjo, pra çdo mëngjes, tash edhe është pranvera, se dimrit nëherë po na mashtron, se s'un po dal në këtë dhomë, po duhet me marrë telefonin atje, por tash është edhe vera, mund të dilni në balkona, në për terasa, çka do që keni, dhe ta merrni një libër ta lexoni, sepse një faqe që e lexon, e ke sevapin që ty të numrohet e Zoti, sepse jetu realizu një fjalë të Zotit, ikre bismi rabbike alladhi khalaq, lexo në emër të Zotit tënd I cili të ka krijuar. Prandaj, gjithmonë e lexojmë me bismillah, gjithashtu mos harroni, është një lutje për studentë dhe për lexuesit, lutje lexuesit ata që kërkojnë dituri
për mjandrit Zoti mendjet e tyre, atëherë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, sa herë e shihte Imam Aliun si fëmijë, si beqar, ja lexonte këtë lutje, të cilën edhe ne duhet ta lexojmë, edhe duhet ja lexojmë fëmijëve tanë, t'ja shkruajmë këtë lutje në fletoret e tyre të shkollës, e ajo lutje dhe ju t'ja lexoni derisa fëmia ta mësoj përmendsh. Lutja është kështu: O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim, më mëso dhe mos lejo që të jemi pa ditur, më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. E pranofsh. Apo në gjuhën arabe, amin. Pra, të nderuar miq, ju preferoj që të lexoni sa më shumë libra, sepse do t'ju ndriçohet mendja juaj, do t'ju paqërohet, do t'ju jetë në paqe, në gëzim, zemra juaj, do të jeni ma shumë elokuent, pra gojtor, që të flisni fjalë të mira, ato mësime që i merrni, përmes gjuhës juaj ta flisni fjalën e Zotit. Dhe prandaj kjo, thotë Zoti, që 70 lloje të adhurimit, një prej tyre është puna, por është edhe leximi, sepse çdo gjë që urdhëron Zoti, çdo gjë është vepër adhurimi, këshille. Gjithashtu, ju njoftoj se libri im i 5 i radhës, veç është në shitje. Libri im, që prap nuk e kam tavolin, pra libri im është ky, në për konferenca ndërkombëtare, ka tematika shumë interesante, sidomos për familjen, për modifikimin e verseteve e Kuranit për shekullin 21, për alternativat si duhet me i marë për krijimin e një familje të lumtur, për juve që jeni studiues, sociolog, psikolog, edhe teolog, gjithashtu keni tematika, sepse ky libër këto është të shkruar me tematika të konferencave, keni edhe për ehli bejtin dhe këto tematika janë të ruajtura në arkivat e ndryshme, në librarit botërore, në bibliotekat botërore. Prandaj kam nderin të ju njoftoj se ky libër imi është në shitje, mirë po unë e kam përgadit, domethënë këtë libër dhe 7-8 libra tjerë, të cilët mund t'i porositni në numrin tim 044 509 200, por shkruani mos thirrni sepse nuk e hapi për parën e herë, sepse kam shumë thirrje dhe nuk e preferoj me hap. Prandaj ju lutem, ky libër edhe 7-8 libra tjerë varësisht sa qëllojnë, këto libra mund t'ju dërgojmë në Kosovë gratis, e keni postën, gjithsej është 20 euro, pra 7-8 libra e krijoni një bibliotekë, sepse biblioteka është investimi më i mirë. Ndoshta ti e ke bërë një shënim të vogël në një pjesë të librit, mirë po ndoshta fëmiu jot apo nipi mesa jote mas disa viteve ka me marrë këtë libër dhe ka me lexu. Dhe ti që e ke ble këtë libër, kjo është sadakatu gjarje. Do me thonë sadaka, bamirësi e përjetshme. Edhe nëse ke ndru jetë, mas 20 vjetëve, një pijot ka marrë dhe e ka lexu këtë libër, sadaka është e jotja edhe imja që e kam shkrujt. Prandaj këtë libër dhe 7-8 libra tjerë, një paket i vogël, unë kam përgadit për juve të nderuar miq me tematika tepër interesante dhe më vjen mirë që shumica që e kanë marrë, deri tash e kam shit mase 100 copa, dhe më vjen mirë që shumica që e kanë marrë kanë thënë hera e parë në jetë që e kam lexu një libër, këtë librin, pra prej faqes parë deri të fundit, pra pa përtes, me një frym, brenda një javë dite e ka kryer një libër.
Prandaj të nderuar miq, mund ta porositni në 044 509 200.